Lajm I mirë për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të cilët do të hiqet kufizimi I punësimit. Pra veteranëve të UÇK-s nuk do t'ju humbet e drejta e pensionit nëse punojnë. Do të kemi së pari një lajm shumë më të mirë për të gjitha ato nëna që morën shtesa për fëmijë. Do t'i rrisim shtesat për fëmijë. Do të kemi lajm të mirë edhe për të gjithë pensionistët ONEK-n Kosovës. Do të kemi lajm të mirë edhe për punëtorët e sektorit privat të cilët punojnë me pagë minimale. Do të arrisim pagën minimale. Por derisa këto trija që I përmenda janë vendimet qeverisë, e kemi edhe një të katërtin që është vendim I qeverisë e do të bëhet edhe ligj në kuvend. Lajm I mirë për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të cilët do të hiqet kufizimi I punësimit. Pra veteranëve të UÇK-s nuk do t'ju humbet e drejta e pensionit nëse punojnë. Neve na duhet fuqi shtesë punëtore, shumë veteran janë të ri, kanë vullnet për punë, dëshirojnë të kontribojnë dhe nuk bën që shteti t'u ndal pensionin nëse ata duan të punojnë. Do t'i kenë edhe pensionet edhe punën ku do të mund të kyqen në sektorin privat.